Shigjetari, parashikimi për shenjën e shigjetarit për muajin janar 2026 në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, çfarë do na thot energjia për shenjën e shigjetarit, si do jetë shigjetari në vitin 2026, si në punë, si në dashuri, si në fat, si në marrëdhënien e tyre, si në biznesin e tyre, dhe çfarë na thon letra tarot për shenjën e shigjetarit. Pavarësisht shigjetarët në vitin 2025 kanë kaluar pengesa, situata të vështira, mund të kenë ndjerë veten dhe pak të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në familjen e tyre, të bllokuar në biznesin e tyre. Viti 2026 do jetë më i favorizuar për shigjetarët. 2026 ju uroj të gjithë që janë shenjë shigjetarit, ju uroj fat dhe do jeni më të favorizuarit në vitin 2026 nga universi, do jenë më të favorizuarit nga universi, do e keni gjithmonë në anën tuaj. Në anën tuaj, shigjetarët besojnë shumë te universi, do e ndjen veten sikur do jenë kardinal, do e ndjen veten sikur do jenë shenjtor, do kenë një energji pozitive. Shenjë shigjetarit me pas shikoj që do kenë shumë sekrete, do kenë shumë mistere, do dëgjon shumë mistere, do dëgjon shumë sekrete, do kenë çelësat e sekretit të tyre, do kenë një energji pozitive dhe do ecin për para shigjetarët. Në vitin 2025 shigjetarit i kanë pasur gjërat e turbullta nga yjet, por shikoj që do kenë qartësime dhe do çeli diçka re, një energji pozitive, një yll nga universi do ndryshoj komplet për shenjën e shigjetarit. Në të kaluarën e tyre, shigjetarit mund t'i zhvjedhur diçka nga e kaluara e tyre, mund t'i zhvjedhur dhe një energjia e tyre dhe nuk e kam kuptuar, por do kenë qartësime, do qartësojnë gjërat e tyre. Nga ana financiare do jenë të plotësuar, nga ana financiare do jenë të kompletuar, të plotësuar, nëse një shigjetar mund të ketë dhënë një ndihmë, një financiar, diçka do i shpërblet, do marri, shikoj që do marri dy fishin asaj që ka dhënë. Do jenë pak të mërzitur, të ullur të mërzitur, një në impeme duke menduar, por universi do t'japi një dhuratë të bukur. Mërsinë e kanë përpara vetes, universi do jetë përsëri në anën e tyre dhe do kenë një energji pozitive. Gjatë muajit janar, shigjetarët duhet të kenë kujdes nga persona të tretë që mund të jenë dhe persona negativ. Një personë e tretë mund t'i lërë të mërzitur, mund t'i shaj, mund t'i bullizoj, duhet të kenë kujdes pjesën kolektive ose pjesën e miqësisë ose të shoqërisë, do jenë pak të mërzitur për tre kërkesa që do i refuzojnë, por përsëri do i marrin mbas vetes së tyre. Duhet të kenë kujdes nga persona të tretë, se mund të jetë dhe një person i tretë që mund t'i transmetoj një energji negative. Ëndrat do i ketë gjithmonë paralajmërim, do ketë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do ketë shumë balancime. Shenjë shigjetarit do ketë një komunikim të vazhdueshëm me krijuesin, ka të bëjë me balancimet, ka të bëjë dhe me gjeometrinë e shenjtë, dhe çdo gjë do jetë një shigjetar në vitin 2026 muajin janar do e ndjej veten sikur është një profet dhe nga ana shpirtërore do gjej një qetësi shpirtërore, do të çlirohet nga gjitha drejtimet, si në punë, si në dashuri, si në fat, si në financë, si në biznes, dhe do ketë një ngritje ekonomike financiare në financën e tyre. Pavarësisht në vitin 2026 një shigjetar ka pasur një lëkundje, ulje dhe ngritje të financës, shikoj një ngritje kolosale dhe shikoj që mund të ketë dhe një biznes të dytë, nëse ka menduar për një biznes të dytë, të bëhet gati se ka një lek të papritur, një partneritet me energji pozitive dhe rrugët i ka të hapura, do kesh shumë mundësi për të ecur përpara një shigjetar. Fejesa, martesa, shtatzani, pritje fëmije, harmoni, lumturi, energji pozitive, ka diellin
ka diellin dhe do ketë një energji pozitive për muajin janar 2025. Shikoj një energji pozitive të shenjë shigjetarëve, një energji që mund të jetë një energji që vjen direkt nga universi. Nga universi, shigjetarët do besojnë shumë te universi, do besojnë shumë te Zoti, do jenë shumë persona shumë të drejtë për drejtë, do kenë një energji pozitive, do i kuptojnë disa gjëra, do i kuptojnë disa gjëra. Shiko se unë vitin 2025 kam pasur situata të vështira, por viti 2026 për shigjetarë do jetë një ngritje kolosale dhe një ngritje kolosale për shigjetarët. Duhet të ketë kujdes nga personat të tretë, që mund t'i transmetojë një energji negative ose mund të jetë dikush që mund t'ia prishi planet. Gjërat mund të ketë pasur pak të turbulluara, po përsëri do ketë qartësime nga yjet, ka yjet në anën e tyre, do ketë një ngritje ekonomike financiare, mund të ketë dhe një person të tretë, mund të ketë dhe një ortak të tretë, mund të ketë një ortak të tretë që do i silli një ndihmë financiare, do i silli një ndihmë ekonomike financiare, një ngritje ekonomike financiare, do marri lajme të mira, çdo gjë do jetë e pastër, do ketë një ngrohtë, rrugë do i ketë papura, nuk shiko dëm pengesë për shenjën e shigjetarit, fejesa, martesa, shtatzani, pritje fëmijë, harmoni, lumturi, energji pozitive, ka diellin dhe ka letrën më pozitive të tarotit, që letra më pozitive të tarotit dielli do e djegë të gjitha të këqijat e një shigjetari dhe do jetë me fat, do ketë shumë fat dhe do jetë shenja më e favorizuar në 2026 për muajin janar shenjë shigjetarit. Ju uroj fat.